Mrekullia në thellësitë e trupit. Djaloshi qëndronte kruspull, përreth nga dhimbjet therrëse që i përshkonin barkun si thika të padukshme. Shtrëngonte duart mbi bark, sikur donte ta ndalte stuhinë e brendshme. Lotët i rridhnin pa pushim, ndërsa trupi i dridhej në ethet e vuajtjes. I dukej sikur zorrët i ishin mbështjellë si fije të holla leshi, të ngatruara në një nyje të dhimbshme. Sirena e ambulancës gjëmoi në errësirën e natës, duke qarë heshtjen si një dritë shprehëse në mes të dhimbjes. Sekondat i dukeshin si orë të zgjatura pafundësisht. Kur mjekët e morën në dorëzim, ata lëviznin me precizitet sikur dirigjonin një simfoni shpëtimi. Serumi nisi t'i rrjedhte ngadalë në venat e tij, duke e shuar zjarrin e dhimbjes, por diagnoza ishte e qartë. Operimi ishte i pashmangshëm. Në sallën e operimit, dritat e ftohta ndriçonin si yje mbi trupin e tij. Zemra i rridhte fuqishëm, ndërsa anestezia filloi ta mbështillte në një gjumë të thellë. Mjekët, sikur mjeshtër të duruar, punonin me përpikëri, duke i trajtuar organet e tij me kujdesin e një skulptori që modelon një vepër të çmuar. Kur u zgjua, dhimbja ishte zbutur, por mendja i punonte me vrudh, i shtrirë në shtratin e spitalit. Sytë e tij vështronin tavanin, por mendimet udhëtonin thellë, përtej asaj dhome. Zorrët, një kryevepër e Zotit brenda meje, mendoj. Këto tubacione të mrekullueshme, të përkryer e të organizuara në mënyrë të përsosur, punojnë pa pushim, duke ushqyer çdo qelizë të trupit tim. Dhe unë kur nuk i vërejta, kur nuk i mendova deri sot. Një ndjesi e thellë mirënjohje e pushtoi. Ai kuptoi se brenda çdo qenie njerëzore ndodhet një univers i ndërlikuar, një mrekulli e padukshme që flet për madhështinë e krijuesit. Në atë moment e ndjeu Zotin më pranë se kur më parë. Dhe ndërsa rrezet e mëngjesit depërtonin përmes dritares së spitalit, ai kuptoi se mrekullia më e madhe nuk ishte vetëm mbijetesa, por vetë ndërtimi i brendshëm i trupit të tij, që për vite kishte funksionuar në heshtje, pa u ankuar. Si kishte mundur të jetonte kaq gjatë pa e vërejtur këtë orkestër të përkryer në lëkurë. Atë çast nuk pa më vetëm trupin e vet, por pa gjurmët e të plot fuqishmit, sepse vetëm një Zot i gjallë, i ditur dhe i dashur mund të krijojë një makineri kaq të ndërlikuar e të saktë, e pastaj ta fsheh atë mrekulli në brendësinë e çdo njeriu, si një mesazh hynor që pret të zbulohet. Dhe kur ai mesazh u zbulua, ai nuk ishte më thjesht një pacient, por një dëshmitar i gjallë i madhështisë së Zotit.